Moti bën kthesën drastike këtë ditë të javës. Meteorologët bëjnë parashikimin për 5 ditë të ardhshme. Në Shqipëri, sipas meteorologëve, vendi ynë do të përjetojë një ndryshim të lehtë të kushteve atmosferike gjatë 24 orëve në vijim, me një rritje të vranësirave dhe prani të rreshjeve të pakta në disa zona të kufizuara. Më konkretisht, gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të nesërm, pritet shtimi i vranësirave në të gjithë territorin, të cilat do të jenë më të dendura në zonat të veriore. Në këto zona do të ketë momente të shkurtra me rreshje të pakta shiu që parashikohen të jetë të karakterit lokal dhe afat shkurtër. Dita e njëjtë do të shënojë një përmirësim të kushteve të motit me vranësira që do të largohen gradualisht nga territori shqiptar. Moti do të jetë më i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, sidomos në orët e mesditës dhe pasdites. Nga e premtja deri të shtunën, vendi do të jetë në ndikimin e një mase ajrore të qëndrueshme, duke sjellë kthjellime të plota dhe mot të favorshëm në të gjithë territorin. Temperaturat do të qëndrojnë brenda normales klimatike për muajin shtator, ndërsa era do të jetë e lehtë dhe pa ndonjë ndikim të ndjeshëm. Megjithatë, të dielën pritet një rikthim i vranësirave, të cilat fillimisht do të shfaqen në zonat perëndimore dhe më pas do të përfshijnë pjesë të tjera të vendit. Rreshjet, nëse do të shfaqen, do të jenë të izoluara dhe kryesisht në orët e vona të pasdites ose në mbrëmje.